Mirëmbrëma për ju të nderuar shikues, po ndiqni lajmet qendrore në televizionin 7. Fokusin për sot e nisi me zhvillime politike të cilat nuk po prodhojnë asgjë. Në njërën anë kemi një heshtje televizës vetëvendosje e në anën tjetër disa aksione dhe aktivitetet të partive tjera parlamentare për të bindur këtë parti që të krijoj institucionet e reja. Në kuadër të kësaj, Aleanca para pak minutash ka përfunduar mbledhjen e kryesisë, ku ka folur kryetari i saj Ardian Gjini. Ai ka thënë se Kosova është në krizë të thellë morale, institucionale dhe ekonomike. Kosova është në krizë të rëndë morale, institucionale, ekonomike. Ndërmarrjet tona janë gati me u mbyll për shkak të politikave të mbrapshta dhe baltosjes se çkado që është e jona. Baltosjes së asaj çkado që është e jona, ka thënë ai. Gjini ka thënë se lëvizja vetëvendosje është bërë gati për të shkuar në zgjedhje, por sipas tij po shikojnë mënyra që kujt t'ia lejnë fajin për këtë. Këta janë bërë gati me shku në zgjedhje, janë duke manipuluar krejt Kosovën, po janë duke shikuar mënyra se si me mbri deri te zgjedhjet dhe kujt t'ia lën fajin, ka thënë ai. Edhe para mbledhjes së kryesisë, Gjini ishte në një intervistë në emisionin Frontal, ku foli për zhvillimet në vend, për çka e la gjithashtu fajtor Kurtin, pse Kosova ndodhet në një gjendje krize institucionale. Epokën e Kurtit e quajti epokë të mashtrimit. Lëvizjen vetëvendosje ata thonë që jemi në epokën e Albinit, në epokën e integrimit, në epokën e zhvillimit, kështu që kjo ka të bëjë varësisht ka e sheh. Në momentet kur njerëzit ose partit ose nomenklaturat kanë qenë në pushtet, normal që provojnë me edhon rrëfimin e vetë. Amo nuk ka mbet etapë historike pa u shkru, pa u studiu edhe pa u komentu. E unë sot po i them gjithë popullit Kosovës. Nuk ka me shku gjatë, edhe këto 7 vite kanë me umbajt mend si epoka e mashtrimit më të madh në historinë e Kosovës. Asnjëherë, në asnjë periudhë nuk ka pas mashtrim më të madh. Çka ka mashtruar Albin? Një version krejtjezër të situatës politike e jep deputetja e lëvizjes vetëvendosje Fatmire Mullhaxha Kolçaku. Si mysafire në Kosova Live, ajo foli për postin e presidentit, që është shkaktari situatës politike të krijuar në vend. Nuk garojmë për president. Ju e dini që gara shkan për krijimin e institucioneve kuvendit dhe qeverisë. Është koha e fundit që këtë pjesa e presidentit, me qenë se nuk garohet për president, mos të shërbej mua si monedë për kusuritje, sepse kjo krizë do të përsëritet çdo herë. Dhe shumë është mirë që në këtë rast subjekti Lidhja Demokratike e Kosovës e ka kuptuar që edhe ne kemi çu dorë jo tash, por në zgjedhjet kaluara nga pozita e presidentit si subjekti më i madh më i mbështetur dhe kemi propozuar që kjo figurë duke qenë bindur që në Kosovë ka aq shumë njerëz që meritojnë, jo vetëm Kosovë, por edhe shqiptarë që jetojnë. Kur do të jetë ky takim? A keni informacione? Tani ne jemi në pritje të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju po e presin LDK-n? Po ata kanë marrë kohën për me jap propozime. E derisa nuk ka një marrëveshje për presidentin, lëvizja vetëvendosje nuk e ka ndërmend të tërras vazhdimin e seancës konstituive. Në anën tjetër, presioni i partive tjera parlamentare ka vazhduar edhe sot qysh herët në mëngjes. Mëngjesin po e kaloi në derën e qeverisë tasht e një kohë, me disa forca policore që po qëndrojnë përballë. Ndërsa deputetët e PDK-s e Aleancës ata vazhdojnë të qëndrojnë para saj, duke bllokuar hyrjen. Sikurse ditët e kaluara, këtyre aksioneve u bashkua dikush i ri. Këtë herë bëhet fjalë për asamblesë e drejtor të komunës së Prishtinës. Ndërsa deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, tha se Kurti dhe ministra duhet i lënë zyret e tyre, në mënyrë që të hapet rruga për krijimin e institucioneve të reja. Pra, ne po i themi sot troq Albin Kurti 2 gjëra. E para qaj dhe ministrat e tij, të cilët janë në këtë objekt, janë uzurpator dhe duhet ta lirojnë këtë objekt. Dhe e dyta, ata duhet të kthehen në kuvend dhe të hapin rrugë krijimit të institucioneve të reja të vendit. Ndërsa nga Aleanca, Besnik Tahiri thot se po cënohet vota e qytetarëve, pasi Kurti ka bllokuar konstituimin e kuvendit. Ai e ka bllokuar konstituimin e Kosovës me vetëm qëllim me gjetë diku një derë në mënyrë që edhe pozicionin e presidentit me e kap
për partinë e vetë dhe me këthy logjiken e partisë që udhëheq parti shtet. Mandati është i yni i deputetëve që na ka dhënë populli. Ndërsa asamblistja e PDK-s në komunën e Prishtinës, Fjolla Vukshina i Reqica, thot se ky ngërç politik po ndikon direkt te qytetarët e Kosovës. Prandaj zotri Kurti zhbllokoje kuvendin, riktheje funksionimin e institucioneve, ktheja qytetarëve zërin që ju takon. Sepse Kosova nuk mund të mbahet në pritje, ndërsa qytetarët vazhdojnë t'i paguajnë çdo ditë faturat e kësaj bllokade. Dhe për këtë, fajtor është vetëm Albin Kurti. PDK-ja dhe Aleanca kërkojnë që seanca konstituive të vazhdojë dhe kuvendi të konstituohet. E deri atëherë, ata do të vazhdojnë aksionet e tyre. Me Albin Kurti nuk i kanë punët mirë as OVL e UÇK-ja. Madje këta të fundit kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në marshin e 12 shtatorit të organizuar nga Liria ka emër, nëse atij i bashkohet kryetari dhe lëvizja vendosja. 11 protesta janë mbajtur deri tani gjithandej Evropës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s, të cilët po gjykohen në Hagë. E ardhshmja pritet të mbahet veç 4 ditë para verdiktit final të speciales. Për këtë protestë që ka njoftuar platforma Liria ka emër, janë deklaruar nga organizata e veteranëve të luftës. Kryetari Hysni Gucati ftoi të gjithë që t'i bashkohen këtij aktivitete, mirëpo për dikë pati përjashtime. Po nuk mund të jem ato ku ata i bën thirrje vetë vendosjes, ku ne tim lideri tyne në parlamentin e Kosovës e quan kriminal Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe të tjerat, ku thot Serbia ka bu krime, po kanë konsumi, thot, këta mropa me janë kriminal. Ju e keni ndëgjuar dhe keni e di që jeni atu. Në konferencën e së martës, Gucati konfirmoi se janë dorëzuar mbi 200.000 nënshkrime në gjykatën speciale për lirimin e tyre. Ju e dini që organizatorët e rama ka marrë një iniciativë për nënshkrimet apo për peticionin ku kemi të bu mbi 200.000 nënshkrime dhe kemi dorëzuar në gjykatën speciale për lirimin e shokëve tonë nga burgi që mohën pa drejtësisht sot në Den Haag. Mes tjera, kryesia e kësaj organizate mori një vendim përjashtues për kërcënuesin e ish-komandantit Ramosh Haradinajt. Sot kryesia e organizatës veteranë luftës ka marrë një vendim që të përjashtohet nga organizata veteranë luftës. Ai ka të drejtë jetë veteran, ka drejtë të merr pensionin, po s'ka të drejtë jetë antar i organizatës. Skënder Llugishi me fjalën e tij që keni ndëgjuar në parlament, me fyrën që ka bërë generali Ramosh Haradinaj. Vendimi për rastin më të madh gjyqësor në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, ndaj katërshes së UÇK-s, shpallet më 16 shtator. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuz ndaj Fatmir Shehollit për 2 vepra penale, spionazh dhe shantazh. Sheholli ngarkohet se zbatoi planin operativ të përgatitur nga një zyrtar i shërbimit informativ të Serbisë, duke i përcjell atij informacione e dokumente lidhur me aktivitetet politike dhe gjendjen e sigurisë në Kosovë, me qëllim dëmtimin e interesave të vendit si dhe ndërhyrjen direkte në procesin zgjedhor të mbajtur më 12 tetor 2025. Gjithashtu akuzohet se derisa ishte në paraburgim, shantazhoi të dëmtuarin APK duke dëmtuar mbi 13.000 euro në kërcënimi se do t'i publikonte në media video inqizime e informacione që ja dëmtojnë reputacionin e autoritetin. Në akt akuzën e siguruar nga betimi për drejtësi, thuhet se nga data e pacaktuare deri më 9 tetor 2025 në territorin e Kosovës, në vazhdimsi dhe me dashje direkte, Fatmir Sheholli në cilësinë të personit të rekrutuar nga shërbimi informativ i Serbisë i njohur si BIA, ka vepruar sipas urdhrave dhe detyrave të caktuara nga zyrtari i lartë i BIA-s, Bojan Dimić. Tani ndërojmë temë për jetët e humbura në Kek, sot është mbajtur një aksion para objektit të kësaj ndërmarrje. Në xhamat e ndërtesës janë vendosur fotografit e punëtorëve që vdeqën në vendin e punës. Cili që hyn e del nga ky objekt do ta ketë parasyve këtë pamje. Fotografitë e punëtorëve që vdeqën derisa po kryenin detyrën e tyre në Korporatën Energjetike të Kosovës. U vendosën në xhamat e zyrës së kësaj ndërmarrje që ndodhet në Prishtinë. Ky aksion u bë një ditë para protestës, ku do të kërkohet shtimi i sigurisë për këta punëtorë. Ju shprehim ngushëllime kolegëve të korporatës dhe gjithë atyre që i kanë njoft këta djemë punëtorë, këta djemë dyrë.
Kaq është çka mundem me thonë për këtë moment. Nesër në ora 8 në 3 divizionet do të kem protest solidarizuese. Ai gjithashtu bëri thirrje për institucionet e Kosovës dhe Kekun që të respektohen të drejtat e punëtorëve. Edhe njëherë kërkojmë nga institucionet të Republikës Kosovës, nga Korporata Energjetike e Kosovës, të respektohet ligji i punës, sepse pa respektimin e ligjit punës, punëtori e humbë të drejten me punue dhe me jetue. Kurse nënkryetari sindikatës së re të Kekut, Nexhat Lumnica, ka thënë se aksioni simbolik do të vazhdojë edhe ka kritikuar kryetarin e BSPK-s. Ne sot kemi vendosur përveç atyre që tha kryetari dhe i shpolli punëtorët e vdekur aksidentalisht në vitin 2026 hero, me vendimin e kryesisë të shkojmë dhe një simbolik të bëjmë të Bashkimi Sindikatat Pavarur, përkatësisht kryetari i vetëquajtur, i cili asnjëherë nuk e ngriti zanën për asnjë punëtor. Kujtojmë se në vitin 2026, 4 persona kanë humbur jetën në vendin e punës në Korporatën Energjetike të Kosovës. Ndërsa rasti fundit ishte ai i një 32 vjeçari, i cili humbi jetën si pasojë e kontaktit me tensionin elektrik. Jetën e ka humbur dje edhe një grua në Malisheve, cila dyshohet se u vran nga bashorti i saj, po ashtu i plagosur. Ky i fundit është në gjendje të rëndë dhe po trajtohet në QKK. E fenomeni vrasjeve të grave nga familjarët e tyre në Kosovë po del të jetë tejet shqetësues. Vrasjet e grave po vazhdojnë të trëndisin Kosovën, duke lënë pas familje të shkatruara dhe pyetje të mëdha për sigurinë e tyre. Një e tillë ndodhi edhe në orët e para të mëngjesit të së martës në Malishev. Një grua shtatzan u privua nga jeta, ndërsa i dyshuari kryesor për vrasjen e saj është bashkëshorti. Edhe ai mbeti i plagosur rënd dhe vazhdon të jetë i shtrirë në QKUK. Sipas informacioneve të fundit, gjendja e tij shëndetësore mbetet e rëndë dhe deri tani nuk ka pasur përmirësim të dukshëm. Lidhur me rastin e raportuar më datë 24 gusht 2026 në qendrën emergjente të qendrës klinike universitare të Kosovës, ju njoftojmë se gjendja shëndetësore e pacientit 26 vjeçar vazhdon të jetë e njëjtë. Bazuar në të dhënat e policisë së Kosovës përfshi rastin e Jetlira Foniqit, veç si vjet u vran 3 gra. Ndërkaq statistikat e këtij institucioni të sigurisë nga viti 2010 e deri më sot janë vrarë të paktën 62 gra nga familjarët e tyre. Numri më i lartë është shënuar në vitet 2018 dhe 2020, ku u vran mesatarisht 7 gra në 12 muaj. Dikush që dikur ka udhëhequr institucionin e policisë së Kosovës, ish drejtori Reshat Maliqi, kërkon më shumë punë në vedisim. Duhet vedisimi i popullatës në përgjithësi dhe duhet tipet tretmoni dhe trajtimi i dur që i meriton çdo femën sikur në gjitha vendet e tjera. Ne duhet vedisohemi dhe ta kuptojmë që femna është e barabartë me moshkullin. Ndërkohë shqetësues mbetet fakti që disa raste nga gratë u vranë derisa ishin shtatzan. E një emitur që ra nga terasa e një banese në katin e 6 në Pejë është gjithashtu në gjendje të rëndë shëndetësore. Kështu ka bërë të ditur drejtori emergjencës në QKK Naser Syla. Është pranuar në qendrën emergjente në gjendje të rëndë, pastaj është transferuar në mjekimin intenziv të klinikës së pediatrisë për trajtim të mëtutjeshëm të ai. Pas rënjës, emitura fillimisht është dërguar për trajtim në Spitalin Rajonal të Pejës, ndërsa për shkak të gjendjes së saj është transferuar më pas në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Ndërkohë, zëdhënësi policisë për rajonin e Pejës Driton Rugova ka konfirmuar se policia ka dalë me njëherë në vendin e ngjarjes pas njoftimit për rastin. Ka vdekur në moshën 78 vjeçare e Qrem Kryeziu, ish kryetari i Prizrenit, ish nënkryetari i parë i LDK-s dhe profesor universitar. Kryeziu ishte edhe deputet dhe një prej nënshkruesve të deklaratës së pavarësisë së Kosovës, ndërsa për vite të tëra dha kontribut në arsim dhe akademisi profesori i letërsisë shqipe në Universitetin e Prishtinës. Njoftimin për vdekjen e tij e bëri të ditur djali i tij Gent Kryeziu përmes një postimi në rrjetin social Facebook.
E ceremonia varrimit është mbajtur sot në varresat e reja të qytetit në Landovis të Prizrenit në orën 16:30. Paraprakisht në orën 14:30 u mbajt një mbledhje komemorative në nderim të jetës dhe veprës së Eqrem Kryeziut, ku familjar, miq, bashkëpunëtor dhe qytetar i dhanë lam të mirën e fundit. Flasim tani për kryetarin i Prishtinit, projektet e të cilit po mundohet të stopoj qeveria Kosovës, por për parim Rama se cilin vendim po e dërgon në gjykat, e kjo e fundit po jep të drejt atij. Pak ditë më parë nisi punimet para bibliotekës kombëtare. E pikërisht për këtë çështje, kryetari të Prishtinës ju kërkuan ndalimi i punimeve në atë zonë nga institucionet e trashëgimisë kulturore, sipas një shkrese të qendrës rajonale për trashëgimi kulturore. Puna megjithatë nuk u ndal, por Komuna e Prishtinës e dërgoi në gjykatën administrative këtë rast, e kjo e fundit të martën i dha të drejtë kryeqytetit. Sipas Ramës, vendimet e qeverisë së Kosovës janë të jashtëligjshme. Para 2 dite erdhë dokumenti ose vendimi i përcaktimit të zonës të kontrollume, pra të kufizume për monumente. Çka do me thonë kjo? Do me thonë që çdo gjë që unë kam thonë tash 3 vjet, që të gjitha blokadat, të gjitha sabotazhat që kanë qenë të jashtëligjshme, vetëm se është konfirmu para 2 dite. Ndërkaq, i njëjti shtoi se çdo vendim të cilin e merr si të tillë, ai nuk do ta zbatoj. Mirë po, ky nuk është problemi vetëm me të cilin Rama po përballet kohëve të fundit, me LVV që ai quan bllokues. Grupi i asamblesëve të vetëvendosjes ka ndërzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj shefit të kabinetit të tij Florent Maliqit. Një gjë e tillë u mohua plotësisht nga kryetari dhe shtoi se nuk ka marrur ndonjë ftesë për intervistim nga institucion. Jo, nuk kam asnjë informatë që kanë kërkuar që dikush të shkojë deri sot. Krejt këto, ai tha ku shkoi për të përuruar tregun e veturave në Bërnicë të Poshtme, projekt ky realizuar nga Drejtoria e Investimeve Kapitale të kryeqytetit. Një hapësirë e tillë konsiderohet multifunksionale sipas tij. Tu kemi kriju pjesë për treg të makinave, që dojmë bajt prej pozitës tash kur është atje për rrugës për Kosovë në zonën industriale, pra do të bartet këtu tregu i makinave, po ashtu edhe tregu i dryve, që tash jemi në kërkim për një lokacion tjetër rreth zonës të Gollakut. E gjatë ditëve kur tregu nuk do të zhvillohet, kjo hapësirë do të shfrytëzohet për aktivitete të tjera. Nga Prishtina tani shkojmë në Ferizaj, atje ku po ndodh shkëmbimi i pronave, por për çka opozita edhe po kërkon sqarime. Nga shtetet e rajonit janë ato që vazhdueshëm vinë nga Lugina e Preshevës, vinë vazhdueshëm për bler prona, patundshmëri, shtëpi dhe banesa dhe përjetuar në Ferizë. Një ditë pas kësaj deklarate, Komuna e Ferizajit propozoi një shkëmbim pronash. Sipas këtij propozimi, komuna merr 150 metra katror pronë private, e ndërsa në këmbim jep 577 metra katror pronë komunale. Por ky propozim ka ngjallur reagime të forta në opozitën e Ferizajit. Ata po kërkojnë sqarime për mënyrën se si është bërë vlerësimi i pronave dhe nëse ky shkëmbim është në interes të komunës dhe qytetarëve. Ndër reagimet e shumta ishte edhe ai i asambleisës Egzona Selimit, e cila kërkoi sqarime për arsyet dhe mënyrën e realizimit të këtij shkëmbimi. Andaj, pyetja është shumë e qartë, cili është interesi i qytetarëve dhe i komunës së Ferizajit për këtë këmbim, sepse shifrat janë shumë qarta. Një are 50 metra katror po mirë, ndërsa 5 are 77 metra katror po ikën, do të thotë 4 are 27 metra katror është ndam pronës publike. Andaj ne si LDK ftojmë prokurorinë që të mirët dhe ta trajtojë këtë rast pasi kemi dyshime në keqpërdorim të pronave publike. Ndërkohë, drejtoresha pronës në komunën e Ferizajit, Festina Sadiku, për të shtatë ka treguar arsyet dhe interesin e komunës për këtë shkëmbim.
Ky këmbem bëhet për qëllimin e realizimit të projektit Sheshi i Fjalës së Lirë, një nismë nga një grup intelektualësh dhe shoqëri civile, një nismë me rëndësi publike, historike dhe kujtesë kolektive, me një qëllim për krijimin dhe modernizimin e një hapësire në qendër të komunës sonë. Ajo gjithashtu tha se për këtë çështje vlerësimi nuk është bërë nga komuna e Ferizajit, por nga Ministria Përkatëse dhe kjo është keq kuptuar nga opozita. Fillimisht dua të theksoj se vlerësimin e pronave private dhe atyre komunale nuk e përcakton komuna e Ferizaj, vlerësimi bëhet nga Qeveria e Republikës së Kosovës, përkatësisht nga Ministria e Financës, Punës dhe Transfereve, ku është një institucion kompetent për këtë proces. Pra, vlera e pronës private dhe asaj komunale nuk është e përcaktuar nga komuna Ferizaj. Ndërkohë edhe komuna Ferizajit kishte bërë edhe një reagim publik duke sqaruar çështjen e kësaj prone. Flasim tani për kongresistin amerikan i cili nga dje është edhe kosovar. Ai të anën mori pasaportën e Kosovës, ndërkohë sot foli për lidhjen e tij që kishte me shqiptarët qysh kohë më parë. 25 gushti shënon 37 vjetorin e lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane dhe Fondacionit Qytetar Shqiptaro-Amerikan. E përndër të kësaj dite, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan dhe Shoqata e Miqësisë Kosovë-Izrael organizuan një takim. Në këtë aktivitet marrën pjesë ish kongresisti republikan i New Yorkut, Joseph Diogardi, i cili teksa rrëfente histori nga jeta e familjes së tij dhe trashëgimisar Bereshe, ai tregoi edhe shprehje të cilat e ndihmuan atë të kuptonte gjuhën më mirë. But then when I heard gur bëhat mor, I started to understand. Kur kam dëgjuar fjalën gur bëhet mur, kam filluar ta kuptoj pak gjuhën shqipe dhe do t'i ndaj disa fjalë me ju. Babai më tha gur bëhet mur, unë i thash mur bëhet kala. Vetën dhe bashkëshortin e tij e konsideron sikur të ishin prindërit e Kosovës. I am called today. Sot së bashku me Sherlin, quhemi babai dhe nëna e Kosovës. Nëse unë nuk do të kishta kandiduar për kongres, ndoshta sot nuk do të kishte Kosovë. E kuptoni këtë apo po e egzagjeroj? Ndërsa avokati specializuar në çështje penale tregoi për vizitën e tij të parë në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë në Hag. I went there in the very early days of the tribunal. Shkova atje në ditët e para të tribunalit, kur kishte vetëm një numër të vogël të pandehurve. Besoj një, ndoshta 2 ose 3. Hyra në galerinë e publikut, vendosa kufjet sepse të gjitha procedurat përktheheshin njëkohësisht dhe kufjet ishin të nevojshme për të kuptuar se çfarë po thuhej. U ula dhe vëzhgova procedurat që po zhvilloheshin para meje. E pas përfundimit të këtij aktiviteti, drejtori ekzekutiv i LQSH-s, Agim Aliçkaj, bëri thirrje që Kosova të punojë në marrëdhëniet me SBA-n. Vetë fakti që është bërë një tribunal për vetëm një pjesë, vetëm për UÇK-n, ose vetëm për Kosovën, pa shti kriminalat e Serbisë, e tha edhe Steven Paul atë. I kime 100.000 Serbë, se nuk i ka bo vraset veç Miloševići. Vraset i ka bo. Ata silën në për Beograd, e ti po krijon tribunal vetëm për djemë të UÇK-s. Do më thonë, është i pa drejtësi i tillë. Luftën e UÇK-s ai e konsideron si luftë botërore, kombëtare e teje të drejtë. Të nderuar shikues, kaq sa i përket këtij edicioni të lajmeve, unë ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.